Edhe pse kontrata i përfundonte në korrik, epoka e Silvinjos në stolin e Shqipërisë u mbyll zyrtarisht këtë të martë. Braziliani përshëndeti për herë të fundit bashkëpunëtorët e tij pas më shumë se 3 vitesh dhe i uroi suksese teknikut Moran në rrugëtimin e tij të ri. Humbja 2-1 kundër Polonisë nuk shohi vetëm ëndrrën e Shqipërisë për botrorin 2026, por shënoi edhe mbylljen e rrugëtimit të Silvinjos në stolin kuqezi. Braziliani erdhi në krye të përfaqësueses shqiptare në vitin 2023 dhe debutimi i tij në bankinë ishte më 27 mars kundër Polonisë, në atë disfat minimale në Varshavë. Në atë kohë kishte vetëm pak ditë që kishte njohur skuadrën dhe përgatitjet sollën ndryshime të menjëhershme në fushë. Ato vit, Shqipëria e mbylli në vendin e parë grupin e kualifikueseve për Europianin, duke siguruar për herë të dytë në histori një bilet në kampionatin Europian 2024. Fati deshi që aty të përballeshin me gigant të futbollit, si Italia, Kroacia apo Spanja, ku sërish bëm një paraqitje dinjitoze, ndonse kundërshtarët ishin të një niveli tjetër. Sukseset e Silvinjos nuk mbaruan këtu. Sikur më parë, kuqezinjt ishin shumë afër një kualifikimi historik në Kupën e Botës. Pasi e mbyllën grupin në vendin e dytë pas Anglisë dhe me ato fitore historike në Serbi, të gjithë shqiptarët kishin një ëndër, kualifikimin në botror, një dëshirë që u pre në mes pas disfatës me Poloninë në gjysmëfinalen e play-offit. Miqësoria me Ukrainën, një tjetër disfat, mbylli përfundimisht rrugëtimin e Silvinjos në kombëtare pas 3 vitesh e gjysmë. Kontrata e brazilianit përfundonte në dhjetor të vitit 2025, por Federata Shqiptare e Futbollit ia zgjati me 6 muaj, pasi siguroi kualifikimin në ndeshjet play-off për botrorin 2026, me synimin e vetëm suksesin në ndeshjet e mbetura. Silvinjo gjatë këtyre 3 viteve e ka drejtuar kombëtarin shqiptare në 34 ndeshje, ku ka arritur 15 fitore, 12 humbje dhe 7 barazime. Braziliani Silvinjo nuk është më në drejtimin e kombëtares shqiptare, pasi ka ndërprerë bashkëpunimin me federatën, me këtë të fundit që ka emëruar në vend të tij italianin Rolando Maran. Tekniku brazilian, një ditë pas konferencës për shtyp ku u zyrtarizuan ndryshimet, ka vënë lamtumirën edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, me një mesazh kushtuar tifozëve, por edhe me një video emocionuese të rrugtimit të tij në vendin tonë. Mesazhi i Silvinjos. Së bashku, përfunduam një kapitull të mrekullueshëm pune. Gjatë gati 3 viteve e gjysmë, punuam jashtëzakonisht shumë për të përfaqësuar këtë vend që më priti kaq ngrohtësisht. Besoj se kemi bërë përparim të konsiderueshëm me kombëtaren shqiptare, dhe jam shumë mirënjohës ndaj presidentit, stafit të federatës, stafit të trajnerëve, të gjithë lojtarëve që ishin me ne gjatë gjithë këtij udhëtimi, dhe mbështetësve të zjarrt të ekipit kombëtar. Që nga dita e parë, premtuam se nuk do të mungonte shpirti, zemra dhe puna e palodhur. U uroj të gjithëve suksese të mëdha në të ardhmen, dhe do të vazhdoj t'ju mbështes kudo që të jem. Faleminderit shumë nga thellësia e zemrës sime. Trajneri Silvinjo i ka dhënë lamtumirën këtë të martë zyrtarisht Shqipërisë, duke ndarë rrugët me kuqezinjt pas 3 vitesh e gjysmë në drejtimin e tyre. Trajneri ishte në kryeqytet, ku shtrongoi duart për herë të fundit me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, pasi palët i kishin dhënë lamtumirën me mirë kuptim njëra tjetrës, siç u shpreh numri 1 i futbollit në vendin tonë. Por në Brazil tregoi një histori të ndryshme dhe lamtumira e Silvinjos duket se ka qenë jo dhe aq me mirë kuptim. Sipas Gazeta e Sportiva, kishte qenë federata ajo që kishte vendosur që të mos rinovonte kontratën me trajnerin. Silvinjo largohet nga pozicioni i tij si trajneri i ekipit kombëtar, pasi federata vendosi të mos ja rinovojë kontratën. Vendimi u mor nga Armand Duka, presidenti i federatës, dhe faktori kryesor ishte dështimi i ekipit për të kualifikuar për Kupën e Botës 2026. Shkruhet në artikullin në fjalë për teknikun brazilian, i cili ka nisur tashmë kërkimin për një sistemim të ri, pasi mbylli etapën e vetme të suksesshme të karrierës së tij në pankinë. Tonë zyrtare në YouTube. Unë do t'ja kaloj fjalën më një herë presidentit Duka për mos humur kohë dhe më tej vazhdoj me pjesën tjetër. President, fjala për ju. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinjo dhe stafin e tij, cilin
sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtarën shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë dhe unë për këtë pa dyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i tij, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën, kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri. Me një trajner jo të ri në mosh, por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo. Okej, objektivat tona mbeten, domethënë ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivat mbeten, ne jemi objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për Qempjesë Botrorit 2030. Tani unë nuk dua të zgjatem më, të falenderoj edhe një herë Silvion, Dorin dhe Pavlo Zabaletën për bashkëpunimin dhe për kontributin në kombëtarën shqiptare. T'i uroj suksese trajnerit Rolando Maran me ekipin kombëtar shqiptar. Unë në fakt nuk bëra CV-n e zotit Maran, sepse është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme në seri A dhe B italiane, dhe jam shumë i bindur që do të bëjmë mirë në Nations League dhe në kualifikuese. Faleminderit edhe një herë për prezencën dhe fjalën ja kalojmë ish trajnerit zotit Silvinho. Mirëmëngjesi, çuna goca. Grazie mister Presidente. Anche per me si diventa 2 minuti di un cuore accelerato, ma ci sta. 2 minuta me emozione. Mettiamo tanta energia. Oggi forse non c'è la traduzione, lo fa te, perdon, o Lenida? Va benissimo. Poi da nostra parte ringraziare, ma arrivo lì, abbiamo deciso insieme che era la fine di un ciclo, që të mbyllet ky cikël, një cikël për 3 vite e gjysmë, in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione. Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente a tutti. Allora conosco benissimo Albania, Tirana, a tutti voi ringrazio veramente tanto. Ringrazio anche al Mister Presidente per la fiducia di lavoro, certamente a
più di 100 persone che lavorano in Sigurisht questa mbi 100 federata, njerëz të cilët tanti punojnë di në loro këtë federatë, conoscono shumë prej tyre bene, abbiamo fatto e din caffè, shumë mirë çfarë qualcuno kemi pranzo, bërë. qualcuno cena, Me disa bella kemi chiacchiera. pasur mundësi edhe të bisedojmë, të Devo hamë drejtë ringraziare të anche a tutti gli staff Dua të falenderoj gjithë stafin, tecnico che stafin abbiamo, teknik, a tutti i calciatori të gjithë che futbollistët, da noi ha fatto un percorso da 3 anni e të mezzo cilët molto kanë bërë një buono. rrugtim Abbiamo cresciuto për 3 vite e gjysmë tutti me ne insieme. dhe jemi rritur të gjithë bashkë. E certamente l'ultimo. Sigurisht të fundit. I tifosi appassionati della nazionale. Tifozët Il shumë supporto da dashamirës tutti voi ndaj è kombëtarëve. stato per noi veramente un segno molto positivo Për ne di ka tutto qenë quello che gjithmonë abbiamo një shumë fatto, pozitive. che ha Të dato asaj çfarë kemi tanta bërë, të energia asaj çfarë per kemi bërë ka lavorare dhënë shumë ogni energji giorno, për të punuar, ogni giorno për të punuar çdo per ditë. fare il per të migliore. bërë më të Poi mirë. non c'è tanto da dire, mi Sot ka ricordo shumë për të solo thënë, che dal më primo giorno che kujtohet è stato që qui, nga dita e parë që kam non mi qenë këtu, ricordo se è un 9 di gennaio di më kujtohet se 2023, është ndoshta 9 Io avevo janari detto una cosa. 2023, kam thënë anima, diçka. cuori, il sudore non ci può mancare mai. Shpirti, zemra Non dhe è squadra di djersa calcio, ma nuk duhet të soprattutto mungoj kur, nella kam thënë nazionale. këtë gjë në ditën e parë. Ce l'abbiamo fatto Ja tutti kemi dalë insieme, come të l'ho gjithë detto së sempre. bashku. Ringrazio Siç e kam a thënë tutti voi gjithmonë. anche. Dua t'ju falenderoj të gjithëve ju. 3 anni, Edhe që ringrazio promozioni a dhe sot tutti. pas 3 vitesh e E gjysmë. un grosso in bocca al lupo certamente al Dhe shumë mister Rolando. suksese, Mister, Trainerit të ri successo, Rolando. auguri per il prossimo ciclo, Urime passaggio, për ciklin e ri, poi për tutto di buono pushimin per questa e federata ardhshëm. e per il mister e per il nostro mister presidente, grazie mille. Faleminderit shumë. Facciamo una foto.